Ministri për transformim digital Stefan Andonovski në Fakultetin për Shkenca Informatike dhe Inxhinieri Kompjuterike hapi hakatonin rinor Klikoj Sigurt, një projekt i ri për internet më të sigurt. Në këtë projekt janë përfshirë nxënës të shkollave të mesme me aftësi të ndryshme në botën digjitale, si programues, dizajner, inovator, të cilët do të punojnë në projekt për përmirësimin e jetës së të rinjve në internet. Прв пат организираме хакатон на средношколци и млади луѓе кои што ќе се надпреваруваат во проекти кои што се однесуваат на решавање на проблемите на младите, на граѓаните и потекнуваат повторно од младите и од граѓаните. Овој пат темата е Кликни безбедно, што значи дека ќе развиваат продукти, ќе тестираат, ќе иновираат во поглед на апликации кои што ќе значат заштита на младите и по безбеден интернет на младите или по безбедно сурфање. Profesori Ivan Çorbev thotë se projekti synon krijimin e qendrës së parë për internet të sigurt dhe përdorim të teknologjive informative. Се најдовме во тој конзорциум да создадеме корисни едукативни материјали за средношколците, за децата, за младите, за основците, да ги обучиме наставниците, да го пренесат знаењето за побезбеден интернет на помладите. Përveç për të rinjt, planifikohet që qeveria të mbështesë edhe hakatone dhe aplikacione mobile që do të vinë nga sektori civil dhe institucionet e arsimit të lartë.